Dje, media bëri publike aktin e dorëheqjes së gjyqtarit të gjykatës kushtetuese zotit Petrit Ploçi, një gjyqtar i njohur në mjediset e drejtësisë për vlerat e spikatura morale dhe profesionale, për thjeshtësinë, ndershmërinë dhe integritetin e tij si gjyqtar. Akti i tij i dorëheqjes si reagim ndaj situatës së palishme në të cilën me përdhun e ka vënë gjykatën kushtetuese, një vendim absurd i mazhorancës parlamentare, është një gjë e rrallë, jo vetëm në mjedisin e drejtësisë shqiptare, por dhe për gjithë shoqërinë tonë. Ky është shembulli se brenda gjyqësorit shqiptar ka njerëz me vlera, me integritet për t'i dhënë këtij pushteti forcën dhe autoritetin e munguar. Ndaj dhe ky akt meriton vlerësim dhe respekt dhe kërkon reflektimin serioz të gjithë faktorëve të shoqërisë. Deklarata e dorëheqjes e gjyqtarit kushtetues është një herësh, një tjetër dëshmi tronditse dhe një sirenë e fortë alarmi për gjendjen në të cilën gjendet sot sistemi i drejtësisë në tërësi. Është goditur parimi thelbësor kushtetues i funksionimit të shtetit të së drejtës, ndarja dhe balancimi i pushteteve për shkak të përpjekjeve të qeverisë për të vendosur nën kontroll politik pushtetet e pavarura. Eficienca e gjyqësorit është cënuar rënd edhe për shkak të emërimeve politike, klienteliste dhe jo profesionale, veçanërisht në gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë dhe Këshillin e lartë drejtësisë dhe në drejtimin e disa gjykatave të vendit. Pushteti ekzekutiv dhe segmentet të caktuara të politikës, të lidhura me interesa korruptive, diktojnë sot një pjesë të konsiderueshme të vendimarrjes së gjyqësorit. Gjykata kushtetuese, kohët e fundit ka marrë dy vendime, të cilat kanë cënuar rënd legitimitetin dhe besueshmërinë e këtij institucioni të rëndësishëm kushtetues. Gjykata kushtetuese në një vendimarrje 6-3 të para disa ditëve ka vendosur rrëzimin e kërkesës së kreut të shtetit për zgjidhjen e konfliktit të kompetencës ndërmjet institucionit të tij dhe kuvendit. Ky vendim i gjykatës është absolutisht në kundërshtim me vendimin që vetë ajo ka miratuar një vit më parë, bëhet fjalë për vendimin numër 24 datë 9/6/2011, sipas të cilit çështja e ripërtëritjes së gjyqtarëve të ardhshëm kushtetues është në dorë të ligjvënësit kushtetues përmes një ndërhyrjeje në kushtetut. Çfarë bën akoma më të rëndë këtë vendimarrje është se mes 6 gjyqtarëve që votuan pro rrëzimin të kërkesës presidentit, duke bërë kështu shumicën, ishin edhe gjyqtarët Xhezair Zagonjari dhe Atmir Thanza, të cilëve së bashku me gjyqtarin Ploçi, që dolin në pakicë me mendim kundër, ju ka mbaruar mandati. Të dy këto gjyqtarë kanë votuar pro zgjatjes së qëndrimit të tyre në detyrë duke qenë plotësisht në konflikt interesi. Dy gjyqtarë kushtetues, të cilët janë betuar mbi kushtetut se do ta mbrojnë atë, kanë përcaktuar fatin e qëndrimit të tyre në detyrë nëpërmjet votës që i kanë dhënë vetvetes. Ishte pikërisht vota e këtyre individëve, peng të punëdhënësit të tyre politik, që bëri të pamundur shqyrtimin nga kuvendi të dekreteve të presidentit që i zvendëson ata me gjyqtarë të tjerë. Në këtë mënyrë, ata i dhanë vetvetes mundësinë për të vazhduar të ushtrojnë tej çdo limiti kohor mandatin e gjyqtarit kushtetues, ndërkohë që ai ju ka përfunduar përpara 2 vjetësh. Vendimi në fjalë i kësaj gjykate, që në respekt të standardeve të vendosura po nga ajo vetë ndër vite, sot mund konsiderohet pa frikë gjykatë e palishme, është pjesë dhe zgjatim i qëndrimeve antikushtetuese të mbajtura nga kryetare e kuvendit për mos shqyrtimin e dekreteve presidenciale dhe kthimin e paprecedent administrativisht të tyre me një synim të vetëm. Mbajtjen e 3 vendeve bosh për t'i dekretuar me presidentin e ri produkt të kësaj mazhorance me qëllim ruajtjen e kontrollit politik të qeverisë mbi vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, institucionit që kushtetuta i ka dhënë rolin e garantit për ruajtjen e kushtetutshmërisë në këtë vend. Nga faqja zyrtare e gjykatës jemi njohur gjithashtu me faktin se me një vendim tjetër absurd. Ajo ka vendosur t'i heqi opozitës të drejtën kushtetuese të ankimimit, t'i kufizoj pa të drejtë legitimitetin që vetë në 134 i kushtetutës i ka dhënë 1/5 së deputetëve. Në mënyrë më të plotë do të shprehemi sapo të kemi vendimet e arsyetuara,
po përsa është bërë publik nga media, më duhet të theksoj se kjo kompetencë ndër të tjera i krijon mundësi reale veçarisht opozitës që të jetë sa më aktive për mbrojtjen e rendit kushtetues. Kushtetuta e prezumon interesin e pakicës parlamentare, duke konsideruar edhe atë përfaqësuese të interesave të larta të funksionimit të shtetit të së drejtës dhe mbrojtjes së interesit publik. Kjo vendimarrje, duke se ka vendosur 1/5 e ligjvënësve në të njëjtin pozicion me subjektet e tjerë si organizatat dhe shoqatat, të cilat kanë detyrimin të provojnë legitimitetin e tyre. Tashmë ligjvënësit dhe veçarisht pakica parlamentare mund t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese vetëm kur ju cënohen të drejtat e veta të ngushta dhe jo kur cënohet kushtetshmëria e ligjeve, kur cënohen marrëdhëniet ndërmjet pushteteve, kur cënohet shteti i së drejtës. Nëse ky vendim do të ishte marrë 2 vjet më parë, grupi parlamentar socialist nuk do të mund të ankojë në gjykatën kushtetuese për kufirin detar, dhe sot Shqipëria jon do të kishte kufirin të thana që i vuri pa i dridhur qerpiku kryeministri. Kjo që po ndodh sot me gjykatën kushtetuese është një skenar ogurzi që synon të nxjerrë jashtë funksionimit të saj gjykatën kushtetuese dhe të delegjitimoj pakicën parlamentare nga roli që asaj ka caktuar vetë kushtetuta si sfiduese e vullnetit të vesuar të mazhorancës. Në këtë mënyrë, po cënohet drejt për së drejti kushtetuta e vendit, me qëllim zhdukjen e kontrollit kushtetues mbi qeverinë dhe mazhorancën e Sali Berishës. Kjo është një tjetër përpjekje e dukshme për të vendosur në një kontroll absolut pushtetet e pavarura në këtë vend. Kjo është një tjetër goditje ndaj demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Për ne, pavarësia dhe balancimi i pushteteve është detyrim kushtetues. Ne do të ndërmarrim në ditët në vijim iniciativa konkrete politike dhe parlamentare që synojnë ruajtjen dhe konsolidimin e sistemit kushtetues dhe shtetit të së drejtës. Domosdoshmërinë për të ndërtuar një shoqëri ku sundon ligji dhe ku synohet drejtësia sociale. Faleminderit.